Përshëndetje, mi që dashër. Tema sot është për terminalet doganore. Terminalet doganore, miq, këtë video nuk pata me bo me të vërtet, por të ndëgju në Debat Plus, dje që rollin, me ta i këtrunin, mi që dashër. Me gënia shqyqare, gjithë këj burë, gjithashtu astriti, për besë më këshar marrë me dalë televizor. Po me gjithat miq, të ndëgjojmë videon të diskutojmë zbashku, sepse me akuzu kryeministrin se po pagun qira për terminale, kjo zbava kitë vetëm të na. Po të qarë problemi miq? Problemi është që ju ka djek fort se ja ka marrë terminalet edhe e ka merituar biron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Kjo po i dhem shumë. E tash po munohen me gjuhë dikun, po munohen me kap dikun, po s'ka, në kapit është i pakapshëm. Ati pse është i pakapshëm, miq? Pse nuk është hajmre, nuk vjedhre, nuk e traton shtetin, bre? Nuk e vjedh popullin e vet, bre? Kjo është e. Më që me akuzu, pse për pagun qiran, po pagun qiraja, për terminalet doganore, kjo është turpi i botës. Po shkojmë që të dëgjojmë, të diskutojmë bashkë, lutem. A kanë fillu fushat? Ti ki pak problematike dhe e di, me qasje ekonomike me do terminale e ki problem. Jo, terminale zëtni s'kamo. S'kamo se i keni kushën. S'kamo terminale. Është e vërtet që nuk ka më terminale, sepse tash po kemi qira për terminale. Qira për terminale. Dhe i ka thonë, na dojmë i bo terminalet kinse vendore, edhe i ka thonë pronarit terminalit, so kifi tim. Valla, i kam 15.000 euro, ka raport. Valla, po mi e keqin dhe rumë, po e ka genien, sa je i malë. Shteti nuk të vetë sa po fiton, ajo shtetërore, do të më këtu një shtetë. Nëse a fot për kornere burë se dëshmitar të tërpë, me ndëgju dikush, për besë. Po s'ka lidhë, ju e keni ftyrë sa një rrot traktori, kështu që sa problem fërt. Shkujna miq? Unë atë këst i fitim 15.000 euro, okej, që unë 16.000 euro, dhe sot terminalet janë me qira. A e di kur të bëhen të Kosovës? Terminalet bëhen Kosovës, si kur Hekuran Muratin, bas është i Ferizajt, nuk e kish lanë terminalin të Fitoria, me pagu qira, ku është. A që ka nërvejna? Jo. A që në të ndërti? Amo, unë po të bëjtë një pyetje. Bankat që janë Kosovë, janë kretë me qira. Kush përfiton aty në dërum, po të respektoj? A fiton qiragjia? A fiton banka? Unë e besoj që fiton banka. Pse? Sepse qiragjia e merë në mujt një qira. Sa do kofta jo. Kurse banka e merë qarkullimin për çdo ti. Ta shtojmë ti mu. Kush përfiton këtë? Është e njëjta me dogonë. Krye ministri e pagun, shteti e pagun dogonën, që s'ka ku i qënë se i ka marrë tash. Se ato si pagun, po mbrana mundësive, ka da ka dole, i ndërton edhe ato. Që i ka ndërtu 5 stacione policore në servicin e veriut. Po kësë nuk e ka shkopin magjike, hop, tëp, te bindi një terminal. Ja pagun qiran, po pyetja është kush i shfrytëzon çato pare. O mashtrus, kur dësh me bo debat me dikon, shpjegua mirë. Kush përfiton një muj dit për një terminal, kush fiton? Për marëm shamon një, se janë 11, po për marëm një. Shtetë, po i oligartë, si për para. Këtu është e ndyshimi. Që ata e kanë pagu qiron, ose se kanë pagu hiç se kanë pas të vetën, i kanë marrë këtë pare, se kënë privat.
dhe shteti ka paguar tatimin. Këto shpjegohet. Edhe ti Astrid, ti bile ki do vjetë Astrid, është marrë me gëny, është marrë me bo analizë falsë, është marrë me bo analizë një onëshe. Tregoje poplit, ta mund që duhet, që me të besu poplit, kur qenë televizor me thonë, ky e fol realitetin edhe hajde të ngojmë. Po jo që dul për ranëse, vëlla. S'bën ashtu. Shkojnë amiq? Objektet shëndore që veç i ka thonë Tahirit që qiron për 5 vjetë, mojet i qiron. Po gënje soj e madh për bes. Një terminaleve. A jam unë e gabim? A do të me konë në ndërtesa e shtetit e huja? O Astrid, o më mërë burë se ki të veta bërë. Ti do është me ditë shumë mirë, ti e di shumë mirë, që se ka shkopin magjik tash ma heret, me ta maru me një herë ose me bu për kartoni, me unë që kjo është terminal doganor. Kjo nuk ka rëndë, sikur jo. Nëse se farmoni amoni e kofë se marë tërp, turpi e mloft, tërp, masë zbanë. Nuk banë bre? Ti pagun fitores që rohë, terminali doganor në Ferizaj. Nuk është ndryshu. Është shtetit tu pagu qiro. Mbi prunën e ti. Çfarë gënjesht rëni? E pse devolli e fitoria e sa në lështu. Kushtë të zini të? Mës me dhonë me qiro dhe mja gara. Po në ka këtë me qiro, o ignorant, se Samil Shtaku devolli ka pas për vete, kanë marrë fitimin vetë. Apo kupton ajo? I kanë marrë vetë. Si ka marrë shteti. Këta ja kanë pagu shteti tatimin veç. Spjegoja poplit mirë. Mirë spjegoja poplit që me kuptu poplit mirë. Qysh për spjegojene? Mu s'panoj as për shteti, as për këto. Vetë për kalzoj realitetin. Janë tuen Albin Kurti fitimin, kurse ajnë bashkat dhëtari atje jashtë e kë i vetëvendosës këtë dhe të gonat në Kosovë. Letë ma garantojnë edhe muni qiro, vetëvendosja dhe të Jo, po. në shpiten. Prit. Nështë ta qyri ka ndryshu. Ju nuk jam pit lirëve. Te qëtë terminal doganor, dhe mi qëtë terminal doganor në Kosovë veç një është i vendit. Krejt këto tjera të janë ku është qira paguse. Qaj që ka qenën edhe me herët, që është ma ofër Shqipëris, është në prënd shtetë. Shumë mirë po dhu. Gjitha jenë në për privat. Gjitha i kanë pos oligartë. Një ka pos shteti. Shumë mirë për dhu, bravo të koftë. Po këta së mund mi bo edhe terminalet tjera mi maru vetë, tap, me në herë. Mërëna mujtë, mërëna 2 mujtë. Jo, zotëri. Po kanë më bo, sabër. Kryesori i shfryzon shteti. Kjo është e numër 1 që i shfryzon shteti. Në regull, miq? Shkojna, miq? Krejt terminale doganor, okej, kontaktohe Muratin, thuj, a ka ndru terminalit doganor në Gjermani numër... Jo, s'ka ndru, absolutisht s'ka ndru. Regjia, kontaktoni me marketingun, kontaktoni me krejt këtë dhe që e keni, ose terminali nuk është ndru pruna. Terminali doganor në Ferizaj është marrë me qiro. Që mos bojnë veç me mujtë në zonë diçka keq. Albin Babën. Gonë Albin Babën. Për këtë arritur të anësishme, ku të gjitha terminalet doganore edhe janë publike, edhe po i zgjerojnë gjithë një si publike. Qa kemi thonë tash? Astrid, Qërrël, Pandur. Shkojna. 3 prej tyre janë të marrura me qira nga institucionet e Kosovës, Gone. për shkak se duhet një kohë e përshtatshme derisa të bëhet përgatitja. 3. Do me thonë 8 jënë në qëtetit, i ka këthy. Por 3 copa, po deli po hani aty pa. Qa ke kë? Shkop magjika? A për qemi se dashër shfar të zëfërmat e bujnë? A për qemi se dashër? Kjo është turpi i botës. është turpi i botës. Shkojna miq. Për ka
kalimin në një lokacion tjetër. Kështu ta është që vetëm paguhet qira për shfrytëzimin e hapësirës së terminalet, ndërsa të gjitha terminalet janë shtetërore, do thotë nuk ka asnjë terminal më që është privat. Qirajet për ato hapësira është e barazvlefshme me fitimin e një dite. A përshene mi se dashër, a përshene problemi dashër, qiraja e një terminal doganor paguhet për një ditë. Ku është muj? Kush i merr ato pare? I merr shteti. Kush i ka marrë dhe qëtash? Hadastrit ka zëmë të muë, qërëll, pandur, ka zëmë kush i ka marrë. Qëta s'pega në burë. Parja ku me 60 vjetë o vla. Ja këni pitë gjakun. Qëto ka zënë i vla. Ma mas qëtë në këtë vla, speca pa të zona. Se s'peja bleker kush. Do të me arë tërp për besë. Unë me konë si mu më kishë arë tërp me dalë televizor pasha zote. Ku t'i shojnë rrugëve njerës, o që ranci, astrit ranci. Po për kjo astrit ranci. Kjo e pësërru ranci kë. Tërp për besë, tërp. Shkojnë me që, se di ako ma jo. Nga një terminal që ka qenë me pronësi private. Këtë situatë. S'ka më, do më thonë që kjo. Kështu që, me që dashë, që kjo është që duhet më bu analiza, me kalëzu realitetin, pa mbështet, as kryeministrin, as Severin, as oligartë. Me folë realitetin, kush përfiton për doganave? Përfiton shteti. A pagun qiron? Pa pagun qiron është logjike, mëre? Tha, spjegova më heret. Banka, edhe banka pagun. Se cila bank pagun qiron. Po kush përfiton? Banka. Kush përfiton? Shteti. O kërë i ma veti me që? S'kem që a diskutojnë më. Lejta 2 ftyrshat e 3 ftyrshat me ftyrë tyne. Kështu që, mi së dashur, mire pashëve të radhës, Zoti i rujt, Albin Kurti, Albin Baba, o Zoti të rujt o burë, me gjithë familje. Veç po në se më rapa në ki. Po shëndes burë për Joslës. Respekt. Opozit, lajsher. Astrit, kur të këshesh vit dytë, shkruma një komend. Qërëll, edhe ti, shkruma ti komend.